Tetori i këtij viti ishte më i nxehtë i regjistruar në të gjithë globin. Temperatura mesatare e tij rezulton 1,7 gradë më shumë se sa mesatarja e muajit tetor përpara epokës industriale. Ai është po kështu muaji i 5 me radhë me një rekord të tillë, çka nënkupton se është pothuajse e sigurt se 2023 do të jetë viti më i nxehtë në histori. Tetori ishte 0,4 gradë më shumë se sa rekordi paraprakt për tetorin e 2019-s, duke habitur edhe vetë Samantha Burgessin, zëvendës drejtoreshe shërbimit të BE-s për ndryshime klimatike, Copernicus. Shkalla me të cilën po thyen rekordet është tronditse, u shpreh ajo. Pas të nxehtit të muajve të fundit është praktikisht e sigurt se viti 2023 do të regjistrohet si viti më i nxehtë sipas Copernicus. Një planet më i ngrohtë nënkupton një mot ekstrem më të shpeshtë, si thatësira më të mëdha apo uragane më të dhunshme, pohon edhe Peter Schlosser, zëvendës kreu i laboratorit për të ardhmen globale në Universitetin e Arizonës. Tashmë shenjat janë të qarta, po shkojmë drejt një regjimi klimatik i cili do të ketë më shumë ndikim tek njerëzit, u shpreh ai. Ky vit ka qenë tetë i nxehtë kryesisht për shkak të ngrohjes së oqeaneve, çka nuk kupton se ato po ndihmojnë më pak tani se në të shkuarën për t'u kundërvënë ngrohjes globale. Historikisht, sipas Burgesit, oqeanet kanë thithur 90% të nxehtit tepritës të krijuar nga ndryshimet e klimës.